Qytetarët e Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut do t'jenë subjekti i procedurave të kontrollit kufitar vetëm në hyrje të shtetit pritës, pasi këtë të shtunë u inaugurua pika e përbashkët e kalimit kufitar Hani Elezit Blac. Të mbledhur në këtë pikë krerët e qeverive të dy vendeve u shprehën se ky model i kalimit kufitar One Stop Shop mundëson lëvizje më të shpejtë të qytetarëve. Tani e tutje, qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrje të shtetit pritës, ndërkaq të dhënat do të shkëmbehen në kohë reale përmes një sistemi të përbashkët teknologjik. Ky model do të mundësoj sistemimin e policisë kufitare vetëm në hyrje, duke optimizuar resurset dhe rritur kapacitetet për përballjen me fluksin në rritje të qytetarëve. Kufiri mund dhe duhet jetë u rajone përbashkët që lidh njerëzit, idetë dhe mundësit, njohur përmes së cilës flitet për besim, bashkëpunim, shkëmbim ekonomik, zhvillim të kulturës dhe të turizmit dhe ku kalojnë miliona qytetar, por edhe miliona shpresa dhe plane. Kjo nismë dëshmon se kur ekziston vullneti sinqert politik, nuk ka asnjë sfidë që nuk mund të kalohet. Hapja e pikës së përbashkët e kalimit kufitar Hani Elezit Blac ishte parashikuar në protokollin e zbatimit të marrëveshjes mes dy qeverive nënshkruar gjatë mbledhjes së përbashkët që mbajtën në nëntor të vitit të shkuar.